Shtrëngtimi I çmimit të ushqimeve ka vijur edhe përgjatë muajit janar 2026. Këtë e konfirmon matja zyrtare e Instat, sipas të cilës indeksi I harmonizuar I çmimeve të konsumit matur me metodologjinë e Eurostat në fund të janarit arriti në 2.3%. Sipas të dhënave zyrtare, rritja më e madhe vjetore e çmimeve u regjistrua në grupin Argtim, Sport dhe Kulturë me 9.8%, duke qenë kontribuesi kryesor në inflacionin e muajit. Në nivele më të larta së mesatare qëndrojnë edhe kujdesi personal, mbrojtja sociale dhe mallat e shërbimeve të ndryshme me 3.7%, si dhe pija alkolike dhe duhan, dhe sigurime dhe shërbime financiare me nga 3.1% secili. Rritje prej 2.3% shënuan ushqime dhe pija jo alkolike, ndërsa shërbimi arsimor u rrit me 2.2%. Çmime më të larta u evidentuan gjithashtu në mobile dhe mirëmbajtje shtëpie, si dhe në restorante dhe akomodim me nga 2%, në shëndet me 1.1%, në veshje dhe këpucë me 0.9%, në qira dhe energji me 0.7% dhe në informacion e komunikim me 0.6%. Ndërkohë I vetmi grup që shënoi ulje ishte transporti me minus 0.7% në terma vjetor. Instat ka njoftuar se duke filluar nga shkurti 2026, indeksi do të përllogaritet sipas një klasifikimi të ri në përputhje me rregulloren e BE-s. Në ndryshime përfshihen përditësimi I peshave dhe rishikimi I shportës së konsumit me 410 produkte.